A mund të ndikojë lufta në lindjen e mesme te siguria në Kosovë? Tensionet në lindjen e mesme përfshin fuqitë më të mëdha të botës. Luftrat atje shpesh ndikojnë në çmime dhe stabilitetin ekonomik global. Kur shtetet kryesore në botë përqendrohen atje, vëmendja ndaj rajoneve të tjera mund të zvogëlohet. Një nga këto rajone është edhe Ballkani, një zonë që historikisht ka pasur tensione politike. Analistët thonë se në momente të tilla, rajonet e ndjeshme mund të përjetojnë më shumë presion politik, sidomos në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Por ka edhe një faktor shumë të rëndësishëm. Siguria në Kosovë mbështetet nga forcat ndërkombëtare të NATO-s përmes misionit të KFOR-it. Kjo do të thotë se çdo zhvillim në rajon monitorohet nga afër. Prandaj edhe pse konfliktet globale mund të kenë ndikim indirekt, stabiliteti në Kosovë lidhet me shumë faktorë ndërkombëtar dhe nuk varet vetëm nga zhvillimet në lindjen e mesme. Dhe për momentin situata në Ballkan mbetet në monitorim të vazhdueshëm ndërkombëtar.